Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Sot po përgatisim chicken nuggets, pasi shumë nga ju kërkojnë recetën e tyre. Do të kemi nevojë për bazën fileto pule. Në total, unë po përdor 500 gram fileto pule, cilat i kam prerë një herë holl, që të mund fërgohen më shpejt, më mirë dhe më lehtë, dhe tani po vazhdoj që t'i ndaj në shirit më të holla. Nëse juve ju nevojitet më tepër, mund t'i dyfishoni gjitha masat, cilat unë po i paraqes gjatë përgatitjes të kësaj recete. Tani vazhdojmë e marrim një më të thellë, ku do ta përgatisim salcën në të cilën do t'i marinojmë filetat e pulës. Fillimisht do të shtojmë brenda tek ena një vezë plot. Tani tek veza do të shtojmë vetëm 50 ml me qumësht. Vazhdojmë dhe shtojmë 2 lugë gjelle me kos grek, mund të zëvendësoni me kos të thjesht, mund të shtoni edhe ajk ose sarc kusi nëse keni dëshirë. Në total i shtojmë 2 lugë gjelle. Shtojmë tani që të shtojmë një lugë e gjys të mesme me piper të kuq, pak hudër në pluhur dhe një lugë e gjys të mesme me erza të përzjera. Përzije mirë që të sigurohemi që gjitha produktet mbrenda do të lidhen dhe do të bëhen bashkë. Tani të salsa që përgatitëm, i shtojmë filetot e pulës. I përzijmë mirë dhe lejojmë që të marinohen, të pushojnë dhe të thithin nga salca cilën e kemi përgatitur. Sa më gjatë pushojnë, aq më të mira, më të buta dhe më të shishme bëhen, unë do të lejoj që të pushojnë në frigorifer diku për 30 minuta, por nëse ju keni kohë, mund t'i lini kohë më të gjatë në frigorifer. Sipër i kam mbuluar me nylon foli dhe lejojmë tani të pushojnë në frigorifer. Tani që kam pushuar mjaftueshëm filetat e pulës në frigorifer, vazhdojmë që t'i bëjmë gati tani produktet e tjera. Në njën tjetër shtojmë një vezë të plot, cilën do t'a përzijmë mirë. Në njën tjetër shtojmë dikun 3 deri në 4 lugë gjelle miell dhe në njën tjetër kam shtuar cornflakes, të cilat i kam shtypur pak me duar, nuk i kam mbluar tërësisht, sepse dua që të mbesin pak kështu me kokra më të mëdha, që të ngjajnë më shumë me ato filetot e pulës të KFC-s. Tani vazhdojmë që të gjitha filetat e pulës të zhysim një nga një. Tani vazhdojmë me lyerjen. Marrim filetot e pulës dhe fillimisht secilën e kalojmë në miell. Pastaj e kalojmë tek veza e rrahur mirë. Dhe pasi e largojmë nga veza, tani vazhdojmë dhe e zhysim në cornflakesat që i kemi coptuar. Nëse juve ju pëlqejnë t'i keni më të imta, mund t'i bluani cornflakesat edhe në blender, por mua më pëlqen që t'i lë kështu në copza pak më të mëdha. Dhe pasi kemi bërë gati të gjitha, nuk kam mbetur asgjë tjetër, veç se të vazhdojmë dhe t'i fërgojmë. Tani në vaj të nxehur mirë, vazhdojmë dhe i skuqim filetot e pulës për 3-4 minuta në të dyja anët, derisa të na marrin një ngjyrë të bukur. Mos i ngutni, mos i pjekni në zjarr të lartë, zjarrin mbane në mesatare. Dhe pasi sigurohemi që janë skuqur mirë në të dyja anët, i marrim në një pulluese të tillë, largojmë vajin e tepërt dhe vazhdojmë i fërgojmë gjitha në të njëjtën mënyrë. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do t'i shijoni bashkë me familjen e juaj. Unë më nxiprita që ta marr një, ta ngjy pak në sarcë dhe ta shijoj.